Xhamia e fshatit Balindol në Gostivare është rihapur pas rinovimit të saj të plot. Në ceremoninë solemne morën pjesë Reisul Ulema i Basisë Fetare Islame në Maqeninë e Veriut, Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, hoxhallar dhe një numër i madh besimtarësh. Banorët e fshatit u shprehen të gëzuar për rihapjen e xhamisë, duke theksuar rëndësinë që ka ky institucion fetar në jetën shpirtërore të tyre. Në fjalën e tij përshëndetse, kryetari i Basisë Fetare Islame, Shaqir Fetaj, theksoi se në Gostivar dita ditës po ndërtohen dhe rinovohen xhami, me qëllim që të krijohen kushte më të mira për adhurimin e Zotit dhe edukimin e brezave të rinj. Vërtet mbetëm shumë të lumtur dhe të gëzuar me investimet që kanë bërë në këtë xhami, me estetikën dhe dizajnin e xhamisë. Vërtet është bërë tash njëra ndër xhamit më të bukura të territorit të muftinisë Gostivarit. Është mirë që ky inaugurim bëhet në ditët e fundit të muajit të Ramazanit, ditët cilat janë më të vlefshme tek Allahu fuqiplot. Për këtë shkak edhe unë me gjithë angazhimet e mia të shumta, gjeta kohë që sadopak të jem në gëzimin e fshatit Balindol dhe të jem bashkë me ta të përurojmë këtë xhami të bukur, por në të njëjtën kohë, sipas muftiut që ma dha informatën, ne uruam edhe pronën që ja kanë bashkangjitur, që e kanë blejt për nevojat e xhamisë, andaj përuroj edhe vakufin e kësaj xhamie, lut Allahun fuqiplot që edhe këtë punë të madhe që kanë bërë në renovimin e xhamisë, për formimin e kushteve sa më të mira, si dhe për vakufin e ri të shpërblej me shpërblimet e tia të pakufishme të gjithë ata të cilët në mënyra të ndryshme kanë dhënë kontribut që të vinë deri te renovimi i kësaj xhamie, si dhe formimi, krijimi i një vakufi të ri që do të jetë i dobishëm për nevojat e besimtarëve të fshatit. Unë uroj edhe muftiun Sabaudin Efendi Zendelin, bashkëpunëtorët e tij, për organizimin e mirëfill dhe të nivelit të lartë që e bën në territorin e muftinisë së Gostivarit, aktivitetet e bujshme që i ka pas muftiu me aktivistët e tij gjatë tërë muajit të Ramazanit, por edhe angazhimet e tija në nivel të riasetit të Bashkisë Fetare Islame si antar i kryesisë së riasetit të Bashkisë Fetare Islame. Na qoftë për hajër të gjithëve, ju falemnderës për ftesën. Allahu Gjellëshanu të na i bëj kabul agjerimet tona, ibadetet tona, lutjet tona, dhe dhashti madhi Zot me agjerim të pranuar dhe ibadetet të pranuara ta mbrim ditën e madhe të festës së triumfit ton, që quhet festa e madhe e Fitr Bajramit. Faleminderit shumë. Ndërkaq muftiu i muftinisë së Gostivarit Sabaudin Zendeli tha se shumë xhami në rajonin e Gostivarit janë ndërtuar dhe rinovuar fal kontributit të bamirësve të shumë dhe mërgjimtarëve. Nuk kanë të ndalur investimet ashtu siç përkujdesen, të themi, për shtëpitë e tyre, çdo një besimtar i trojve të qytetit apo në fshatet e Gostivarit për kujdesen më të madhe e shohim se japin për shtëpitë e Allahut fuqiplot. Dhe këtë sonte e pam edhe këtu në fshatin Balindol. Vërtet xhamia në brendin e saj është tërësisht e renovuar dhe ka një pamje të asgjë nuk ka nga ajo që e kemi pa më herët, dhe dita iniciativa dhe vullneti shumë i madh i këshillit të xhamisë në krye me imamin dhe i besimtarëve dhe sidomos të bashkëdhetarëve tanë që punojnë në Zvicër, në Gjermani, në Austri e vende tjera në diaspor, që xhamin të shohën ashtu siç e shohim ne sonte këtu, por edhe vakufin e ri të cilën krijuan kushte për vend parkim, sidomos për xhamatin, ku më herët paraqiste edhe problem. Vërtet kënaqësi kur ishe besimtarët tanë, kur ishe bashkëdhetarët tanë se e duan vendlindjen dhe gjithçka bëjnë për vendin këtu, por këshilli i xhamisë me sinqersinë e tyre, me angazhimin e tyre dhe me gjithçka që vërtet bëjnë dhe kanë bërë dhe edhe planifikime, sepse kur ishim te iftari jashtë na u prezantua edhe plani dhe
ideor se si do të duke xhamia edhe në pamjen e jashtme, vërtet janë punë të cilat i madhi Zot inshallah i pranon në mëshirën e tij, dhe këtë punë dhe këtë angazhim kaq madhështor që e bën Këshilli bashkë me besimtarët, këtu i madhi Zot i shpërblen me shpërblimet e tija të pakufishme. Vërtet është muaj i bekuar i Ramazanit, jemi të gëzuar që përjetojmë këtë muaj, por gëzimin më të madh brenda këtij muaji dhe në këtë 10 ditëshin e fundit na shtoi balindolli i ri me vakëfin e ri dhe me renovimin e tërësishëm të xhamisë së tyre. Allahu xhaleshanu e boft kabul këtë punë. Inshallah i madhi Zot të gjithë kontribuesve t'ju jap bekime në familjet e tyre, të shtoj të mirat dhe inshallah gjithmonë për punë të hajrit në takoft. Një fjalë rasti mbajtje dhe Bafqan Nuredini nga Këshilli për rinovimin e xhamisë së Balindollit. Ai kujtoi periudhën e ndërtimit të xhamisë vite më parë dhe bëri të ditur se përveç rinovimit të saj, me kontributin e mërgjimtarëve është siguruar edhe një hapësirë për parking dhe një parcelë e re për varrezat e fshatit. Ne bashkarisht bëm një këshill iniciues, i cili këshill iniciues e mori përsipër pjesën e renovimit të xhamisë së fshatit tonë, dhe siç mund të shohim sot, kemi krejtësisht një hapësirë të re, kemi pjesën e nxemjes qendrore e cila u rregullua, kemi pjesën e hivercukut i cili u shtrua i ri, kemi pjesën e tepikut të ri, një ashtu kemi me remetimin e gjithë pjesës së brendshme të xhamisë. Kemi zëvendësimin e abazhurëve të cilët janë elementi i ri në xhamin tonë, dhe gjithë kjo i ka dhënë një pamje të re objektit të xhamisë tonë. Me këtë rast, unë dëshiroj që të falënderoj të gjithë bashkëdhetarët tonë, të cilët me kontributin e tyre kontribuan jashtëzakonisht tepër që xhamia jonë të marrë këtë formë, por ata kanë kontribuar edhe më herës, siç seku edhe reisi edhe muftiu, edhe në sigurimin e hapësirave për të cilët kishte nevojë xhamia, posaçërisht për parkingun, por një ashtu këtu duhet të ceki edhe hapësirat e reja të cilët janë siguruar edhe për varrezat e reja në fshatin Balindoll, një ashtu donacion nga bashkëvendas tanë dhe të cilët Këshilli i xhamisë i ka rregulluar edhe atë hapësirë me rrugë të reja dhe me mirëmbajtje, një ashtu edhe atë pjesë që është jashtëzakonisht e nevojshme dhe e domosdoshme për banorët e fshatit tonë. Gjithë këto që i ceka janë pjesa e parë e projektit i cili do të realizohet në xhaminë e fshatit tonë, ashtu siç e pam edhe projektin ideor jashtë, do të vazhdon faza e ditë ku parashihet që të realizohet edhe pjesa e fasadës, një ashtu edhe hapësirat të cilët do të jenë apostafat për të rritë e fshatit tonë, me ktepin që e quajmë ne, ku do të kemi hapësira të posaçme, ku do të ndiqet mësim besimi fetar nga të rritë e fshatit tonë. Unë dëshiroj edhe një herë për fundim të falenderoj gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti, ku shuma financiare e gjithë këtij projekti ka kushtuar 60.335 euro që janë realizuar, që janë paguar, dhe një ashtu kemi edhe mjete tjera të cilët i disponojmë dhe i posedojmë për vazhdimin e fazës tjetër. Rinovimi i brendshëm i xhamisë ka vlerën rreth 60.000 eurove, ndërsa në plan është edhe me remetimi i fasadës së jashtme, me çka objekti do të marrë plotësisht pamjen e merituar. Në fund të ceremonisë, Reisul Ulema ndau mirënjohje për imamin dhe këshillin e xhamisë dhe këshillin iniciativë për rindërtimin e saj. Paraprakisht, në oborin e xhamisë u organizua edhe një iftar i përbashkët për banorët e fshatit Balindoll, një traditë e vjetër e këtij komuniteti që vazhdon të ruhet ndër vite.